Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka mbërritur në New York ku do të përfaqësojë vendin në sesionin e 80 të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Syra e tij e shtypit ka bërë të ditur se gjatë qëndrimit në SBA, Kurti do të zhvillojë takimin dypalësh me liderët e vendeve partner. Megjithatë, emrat e tyre nuk janë bërë publik. Në njoftimin theksoi se pjesëmarrja e Kosovës në këtë sancion të lartë diplomatik ka për qëllim forcimin e raporteve bilaterale në vende partnere, avancimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës në raport me vendet që ende nuk e ka njohur pavarësinë e saj, si dhe promovimin e mundësive që vendi ofron në investimet e huaja. Vizita e Kurtit në Shtetet e Bashkuara vjen në një moment delikat për marrëdhëniet mes Prishtinës dhe Washingtonit. Vetëm pak javë më parë administrata amerikane njoftoi pezullimin e dialogut strategjik me Kosovën, duke argumentuar se veprimet e qeverisë në detyrë kanë nxitur tensione dhe paqëndrueshmëri. Mas në shkuesin e Kosovës ka marrë dhe më herët dhe Bashkimi Evropian, duke thelluar më tepër plazje diplomatike të Prishtinës me partnerët kryesor ndërkombëtar. Në këtë sfond, pjesëmarrja e Kurtit në punimet të Asamblesë së Përgjithshme shihet si një përpjekje për të riparuar marrëdhëniet dhe për të siguruar mbështetje të re ndërkombëtare në një kohë vendimtare për Kosovën.